A jeni të lumtur me jetën tuaj? Shinjer, të rritë e Kosovës që kanë më të lumturit e rajonit. A është e rëndësishme të ruajmë vlerat tradicionale? 80% pajtohen fuqishëm. Sa të interesuar jeni në politikë? Hiç fare mbi 70%. Çka e tu lexu? Jam të e njoftu gjeneratën Z përves një raporti shumë interesant. Jam habit krejt. Familja është institucioni kryesor i zhvillimit për të rinjtë sotët. Nuk u intereson politika dhe përfshirja në projekte kolektive, por në mendësi po shfaqen shumë optimist, ama edhe të vetmuar. S'mund ta kuptoj bashkëmirë sepse qenë ka një kombinim hibrid, edhe liberal, edhe konservator, por një gjë e kuptova shumë mirë, nuk qenë ka letë të jesh Gen Z. Unë jam Teuta, ky është Troç. Troç me hulumtuesen Lura Pollozhani. Do flasim për Gen Z, po ndoshta pak edhe për ne, për millennials apo jo. Mirë se ke ardhur Lura, shumë kënaqësi. Mirë si u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Do shkojmë straight to the point. Te gjenerata Z, aty ku ti e përqendru kohës fundit me hulumtimet e tua dhe ke thënë shumë fjalë për kufizime për gjeneratën Z interesante që mua më pëlqyn edhe më në fund lexova një artikull, një intervistë tënde që më bori të kuptoj shumë mirë karakteristikat e gjeneratës Z. I ke thënë një fjalë shumë tamam, se edhe mu më duken ashtu, po s'kam ditë ta përkufizoj mirë. I të vetmuar dhe ndryshe. Çfarë i ka bë gjeneratën e 97-2012 të jenë të këtillë? Në fakt gjenerata Z unë kisha shumë interes për të studiu, pikërisht për shkak se shumë njerëz thonë shumë për gjeneratën Z. Ka shumë artikuj, ka shumë mendime që gjenerata Z janë kështu, janë ashtu, edhe në Ballkan nuk ishte të dhëna. Do me thënë, doni të dhënë ku të bazohesh edhe ta marrish një informant ndoshta pak më shkencore. Se si është rinia këtu, s'ka pas. Kishte për shembull studime për rinin, po që e përkufizon vetëm Gen Z nuk kishte. Okej, qartë. Edhe e bëm këtë studimin me 6.000 pyetësor, pjesëmarrës, në gjithë Ballkanin, 1.000 minimumi në çdo shtet. Edhe ideja ishte ta marrim pak këtë me thellësi këtë temën e Gen Z-s, edhe kjo konkluza që janë të vetmuar ka dalë si pjesë e studimit pastaj, do me thënë, basi e kam shkruar raportin, edhe jam menduar, plus e kam parë edhe, do me thënë, përgjigje që je vetë Gen Z-a, pastaj janë edhe disa sende që i kupton basi bie pluri. E vërtet. Edhe kjo idea e vetmis ishte më shumë në aspektin që nuk shoh shumë komunitet. Do me thënë, sepse neve nuk do me thënë që janë të vetmuar në aspektin që nuk kanë shoqëri, se kanë, po e kanë një mungesë të kuptimit të kolektives. Edhe mendoj që për shembull në gjeneratat e mëhershme neve kemi pasur, sepse ndonjëherë edhe s'kemi pas zgjedhje, do me thënë, neve millennials e kemi të kundërtën, jemi munduar të ikim kolektivit. E vërtet, se gjithmonë ka që ne do të bëjmë, ne e bëjmë, me ne. Pastaj edhe kjo ideja që ishim për shembull të 2000-tat herët edhe në 10-tat e vonshme e kam pasur këtë grand stilin, këtë idenë e individualitetit, edhe neve atëherë sa u hapëm me MTV edhe me gjithë këto gjërat, kështu që ka qenë një ide që e lëm familjen mbrapa, e lën këto gjërat e vjetra mbrapa dhe hec përpara. Ajo ka qenë bindja e millennials në Ballkan. E vërtet. Kurse për Gen Z ata e kanë pasur këtë ekspozimin në kulturat botërore. Domethënë nuk është si neve që kemi mësuar për herë të parë, edhe janë rritur me këtë, edhe nuk është që është diçka e re. Ama të njëjtën kohë, krejt këto frymat më globale ose më perëndimore, le të themi, e ngrej njeriu nga individualizmi, po pastaj vjen edhe teknologjia që na ka bërë edhe më të izoluar. Edhe neve që kemi pasur një komunitet,
është vështirë të rilidhemi, kurse nëse nuk e ke mësuar fare si vegën sociale, edhe mos harrojmë, edhe plus mos harrojmë që Gen Z-a, për shembull, një kohë shumë të rëndësishme për krijimin e identitetit edhe gjitha këtyre gjërave, gjimnazi, po edhe fakulteti, edhe ndoshta edhe puna e parë kanë lu krejt në Covid në shtëpi. Kështu që edhe kjo ka një ndikim, mendoj. Edhe si rezultat, kjo mendoj që i ka shkëputur pak prej një kuptimit të shoqërisë më kolektive. Edhe është pak më individuale. Edhe kjo për mua, ndoshta unë këtu e kam edhe vlerësimin si dikush që është mësuar me kolektiv, e shoh si të vetmuar. Qartë. Pasi është hulumtimi, studimi i specializuar për Ballkanin, për gjeneratën Z këtu, sigurisht që i keni krahasu me rininë e botës. Cilat janë dallimet kryesore që i kanë? Po për shembull për një gjë, u gëzova shumë që neve i besojmë demokraci shumë më shumë se sa ata në perëndim. Edhe pse nuk është përqindja shumë e madhe, prapë mendoj që këtu, për shkak se neve akoma jemi në rrugë të ndërtimit të demokracisë, akoma e shohim ndërtimin e demokracisë, konsolidimin e demokracisë, prezencën e demokracisë si diçka të rëndësishme, edhe diçka që është pjesë e forumit publik. Qartë. Kurse në perëndim, për shkak se demokracia ka ekzistuar një kohë më gjatë, mendoj që kjo ka humbur te gjeneratat e reja, rëndësia për ta mirëmbajtur, sepse demokracia kërkon mirëmbajtje, nuk është diçka që ekziston edhe pastaj nuk e humbën. Edhe si rezultat e pam këto. Po nga ana tjetër, për shembull, arsyeja pse unë pata filluar për ta bërë këtë studim, është se shifja shumë të dhëna në nivelin evropian dhe global, ku kishte një dallim shumë të madh gjinor në bindje politike. Për shembull, tregoj që meshkujt janë shumë bëhen shumë më shumë konservativ ose konservator, kurse femrat shumë më liberale dhe progresive. Edhe po shfaqet në aspektin global, po shfaqet një grupë e madhe mes meshkujve dhe femrave, që ka shumë implikime edhe politike, edhe shoqërore, edhe ndërpersonale. Kurse në Ballkan nuk kishim kështu të dhëna, neve kishim disa të dhëna për rinin se si i ka bindjet politike, po donim ta shifnim a ka kështu dallime, dhe për shembull në Ballkan nuk doli një diferencë e madhe gjinore. Po, ka shumë pak diferencë, janë pak më konservativ në aspektin që janë më tradicional, Gen Z kanë për ta familja shumë rëndësishme, kombi që rëndësishëm, prezervimi ose ruajtja traditës janë shumë të rëndësishme që për neve millennials me zi që pritshim të ikim për traditës, edhe kjo është domethënë diçka tipike të Gen Z në Ballkan, edhe diferencat mes gjinive nuk janë shumë të mëdha, përveç faktit që femrat janë pak më tolerante se sa meshkujt në përgjithësi, po nuk është ndonjë diferencë shumë e madhe. Të sqarojmë edhe pak se është vërtet interesant kjo pjesa sa ndryshe mendojnë djemtë dhe vajzat e reja sot. Tashi, djemë do me thonë për krahin tradicionalen, po dojnë me u kthym bas në një farë forme, e vajzat janë më progresive. Kjo është ajo që i dallon si gjini. Ce ka ndodhur në të njëjtën kohë, me të njëjtat kushte, me të njëjtën lifestyle, djemë të zhvillohen ashtu, vajzat ashtu, sipas mendimit tënd. Mendojnë ndoshta unë gjithë televizje feministe, gratë ndoshta tani kanë tjetër. Mendoj që ka shumë gjëra, sepse në nivel global tani po është një pyetje serioze. Edhe kam filluar të dalin edhe artikuj që duhet, domethënë, vetmia meshkujve, pastaj artikuj për sa vështirë është të jesh mashkull. Këto janë gjëra të reja, që nuk i kemi parë më përpara, mos bëjmë edhe më shumë cinike. Por mendoj që absolutisht është një nivel ku për shembull edhe nëse e marrim nga aspekti personal, për shembull për të qenë femër në çfarë do lloj forumi në ditë sotit, duhet të punosh shumë. Domethënë, sepse e din që mënyra se si ti vlerësohesh si femër është shumë e acarshme sesa një mashkull në të njëjtën pozitë si ti.
kanë treguar shumë studime të ndryshme, për shembull që mashkulli kur aplikon për një punë shifet në aspekt të potencialit, kurse vajza në aspekt të arritjeve. Kështu që është një diferencë, edhe akoma vazhdojnë këto diferenca gjinore, se si neve si femra mund t'i qasemi për shembull punës, arsimit e gjitha këtyre fushave. Për shembull neve me një rjet këtu Stella, po ashtu kemi bërë një rjet ku femrat i ndihmojnë femrave për të ecur përpara, sepse e dim që ka një aspekt të sfidave që meshkujt nuk e kanë. E vërtet, e tani vajzat e reja e kanë kuptuar mirë këtë? Po, edhe kanë punuar shumë me veten, edhe si rezultat, edhe janë shumë më të hapura kundrejt politikave që janë më të hapura, normal, por edhe njëjtën kohë, mbasi kemi punuar shumë me veten, edhe financiarisht nuk kemi nevojë më për meshkujt siç kanë pasur më përpara, sepse tani femrat punojnë. Atëherë, meshkujt që nuk kanë punuar atë shumë me veten, më fal për dëgjuesit meshkujt të këtij emisioni, por është për shkak se shoqëria është ashtu e ndërtuar që nuk janë dutur, nuk është dutur për ekzistencën e mashkullit të punojë aq shumë me veten sa për ekzistencën e një gruaje. E vërtet. Kështu që kjo ka krijuar një paparazi edhe në arritje. Ti ke shumë më shumë femra që shkojnë në fakultet se sa meshkuj. Por tregu i punës? Po, tregu i punës pastaj bie. Kështu që janë disa diskrepanca që mendoj kanë dërguar në një ndoshta një frustrim të meshkujt. Edhe këtë frustrim, në vend që ta vendojnë të vetja, e vend të sistemi, edhe pse sistemi ka shumë arsye për të acaruar, po nuk e vend të patriarkati. Fakti që kemi edhe sisteme patriarkate, domethënë me bazë të patriarkisë, ku deri tani mashkullit i është thënë që ti duhet ta blesh bukën, ti duhet të sigurosh gjithçka. Ta mbash familjen. Edhe këtë e ka pasur si mision të vetëm. Vajzat grave që ti duhet të jesh në shtëpi edhe të jesh nurturing, të jesh e butë, të jesh kujdestare, edhe tani që gruaja për shkak të sistemit ekonomik patjetër duhet dali në punë, edhe po dua unë të ri në shtëpi s'rri dot. Edhe nuk është më që rrogat janë aq të larta për shembull në çdo nivel që për shembull në kohën e prindërve tan ka mundur vetëm babi të punoj edhe të mbijetojmë si familja. Kjo nuk është tani nuk është e mundur. Nëse nuk je ndonjë CEO i 50 kompanive. Në përgjithësi nuk është më e mundshme. Kështu që janë edhe në vend që ta pyesim këtë sistem, edhe të themi pse ky sistem akoma ekonomik akoma po na çon përpara, dhe pse akoma e kemi këtë idenë që mashkulli duhet ta ketë këtë stresin për të sjell lekët në shtëpi, kurse gruaja të jetë kujdestare. A jeta më nuk është ashtu, edhe normal, natyrisht që kjo na bën të frustruar gjithve, sepse gjithë jemi me një mënyrë duke luftuar në mënyrën që neve dim më së miri, për të ballafaquar me sisteme që nuk janë shumë njerëzore, si kapitalizmi, si AI, si gjitha këto gjëra që janë duke na bërë që të punojmë sa më shumë edhe të kujdesemi për veten sa më pak. Edhe si rezultat, mendoj që Gen Z po ashtu e shef këtë diskrepancë, edhe për shembull për ata është shumë e rëndësishme kjo work-life balance, balanca mes punës edhe jetës, një jetë e shëndosh, një jetë ma pa stres, sepse kam parë të gjeneratat e mëhershme si millennials, si Gen Xers. Jemi këputur për punë, edhe asgjë. Jo jemi këputur, akoma këputur. Edhe si jemi të ja pa hajrin. Ose të paktën nuk ja shohim hajrin në aspektin që kam parë gjeneratat e mëhershme. Ashtu është. Për shembull, unë me punën që kam bërë, teknikisht unë tash do duhet të isha profesoresh, edhe të kem disa rahati. Nëse kishe jetuar në një kohë tjetër, po. Edhe jo ndonjë kohë shumë më largë. Jo, ja këtu 20 vjet. Po. Kështu që është një ndryshim shumë i shpejtë i jetës sociale. Gen Z e shef këtë, sepse ndonjëherë mendoj që i shohim Gen Z sikur nuk i shohin këto gjërat edhe janë shumë tralala në botën e tyre. Ashtu duket ndoshta sipërfaqësisht, ama jo. Po mendoj që arsyeja pse ata i bëjnë disa vendime është për shkak se e kanë parë ndoshta edhe gjeneratën përpara atyre që janë tu kput, edhe që nuk e kanë atë kualitetin e jetës. Se në fund të ditës pse punojmë nëse jo për një kualitet ose për një jetë të dinjitetshme. Ashtu është. Edhe ata dinjitetin edhe jetën e dinjitetshme e shohin si prioritet. Duhet të shohim të gjithashtu, por ne duhet të mësojmë nga Gen Z. Duhet, vërtet. Përmend pak më herë dhe është shumë interesante edhe kjo pjesa. Gen Z e ka zënë koha e pandemisë ose e Covidit, më në periudhën kur ka dashur të fillojnë
shkollë të mesme, fakultet ose punë. Punën, po. Kështu i bjen. Domethënë një periudhë e përmend pak më herë që është shumë e rëndësishme për të ndërtu. Ata kanë jetuar të izoluar me familjen e kështu. Prandaj ky elementi familja për to është më i rëndësishme. Shumë interesante, a? Absolutisht, unë nuk e prit. Çka mund të bëj një ndërrim, të thomi një gjë, një element. Covidi ishte big deal, ama çfarë bëri tani si? Po, shqyr. Po. Se mendoj që në kohën e Covidit u hap edhe tema e shëndetit mendor shumë. Edhe tema e se si duhet të punojmë. Edhe krit menduan që mbas Covidit gjithë do bëheshin pak më koshient për metodën se si punojmë. Edhe s'doli ashtu. Neve jemi kthyer në jetën pre-Covid, para Covidit, do me thënë, edhe me një intensitet edhe më të lartë. Kështu që unë ndjej edhe te vetja, për shembull neve me shoqërinë flisnim që prej tani do punojmë ndryshe. Do ngadalsojmë. Po betëm prapa, na u rritën borxhet. S'është as kundi ajo ngadalsimi. Edhe mendoj që kjo ka krijuar po ashtu një tjetër kështu whiplash efekt, një efekt të prit se çfarë po ndodh. Edhe po, familja këtu vjen si e rëndësishme, mendoj që një arsye tjetër sepse kam menduar gjatë, nuk është se kam një përgjigje të saktë, sepse fatkeqësisht neve në shkencat sociale nuk është që nuk është si po. Fatkeqësisht edhe fatmirësisht ndoshta. Njerëzit ashtu jemi, po. Po, një arsye tjetër që mund ta mendoj është edhe fakti që neve po ashtu jemi duke jetuar në një kohë me shumë paqartësi, me shumë kriza. Edhe këtu me shumë institucione që ndryshojnë gjithkohën, edhe mendoj që këtu po ashtu familja del si një bazë pak më stabile. Edhe për shembull për mua ka qenë edhe për të çuditur edhe fakti që nuk është vetëm familja që kanë tani, por edhe aspirata për ndërtimin e familjes, që po ashtu është diçka shumë qendrore për ata. Edhe kjo më ka habitur jo sepse është diçka e keqe ose diçka, por janë shumë të ri. Edhe për ta menduar këtë ne në kohën e tyre. Po, ishte komplet ndryshe. Po, edhe mendoj që ndonjëherë edhe unë mundohem ta balancoj edhe mos e shoh nga pozita ime si millennial, sepse edhe i gjykoj gjëra ndryshe, kështu që mundohem t'i shoh edhe nga perspektiva e tyre edhe mendoj që në një aspekt është edhe kjo idea një institucioni stabil, edhe familja si familje është institucion, kur ta mendosh kështu mënyra se si është e organizuar, se si edhe gjithë e rregullojmë edhe e kontrollojmë deri diku ose mendojmë që e kontrollojmë. Kështu që në atë aspekt mendoj që e ka këtë element. Çfarë ishte interesante për shembull në focus grupe kur kemi bërë, shumë nga njerëzit që veç më kishin familje, nuk e konsideronin veten Gen Z. Sepse nuk e konsideronin veten si të ri. Për shembull flisnin për Gen Z si diçka jashtë tyre. Edhe ajo më duk shumë interesante dhe pastaj për shembull ajo që bënte. Ndoshta s'ka informacion se po për grupin, po edhe kjo idea që tash që un kam përgjegjësi, nuk jam Gen Z, edhe s'jam më i ri, se unë kam përgjegjësi për të marrë. Po për shembull edhe nga ky aspekti i mirëmbajtjes, për shembull ndonjëherë mendoj që për Gen Z ekziston një paragjykim që janë shumë jo realist në pritjet e tyre. Për shembull çfarë rroge presin ose çfarë kushte presin të punës. Janë pak më kërkues, po pastaj në focus grupe nuk ka dalur ashtu. Domethënë në përgjithësi niveli i rrogës edhe niveli i kushteve që i kërkonin ishin realisht normale, reale. Çmimi i një rroge që ty vërtet të duhet në shtete të ndryshme, sepse në çdo shtet ishte ndryshe, varësisht kontekstit. Ishte për shkak se në fund të ditës jeta është rrëntuar shumë, edhe është një krizë e madhe, edhe ishte shumë reale ajo shuma që e kërkonin nga, besoj që ka qenë nga 1.000 deri 2.000, nuk është që kërkonin 5.000 euro rrog, për shembull, po në aspektin po se qira nëse e paguan, ushqimet edhe këto gjërat, nuk është që kishin ndonjë aspirat ku edi unë të blejmë Bugatti ose të pasuron shumë. Ishte si ta kem një jetë të dinjitetshme, të mirë, të rehatshme, edhe nuk është që ishin jo realist në aspektin se si e shifshin këtë të ardhme. Edhe për mua mendoj që kjo ishte po ashtu një indikator që janë me këmbë në tokë, sepse shumë shpesh mendoj që për Gen Z është kjo idea që s'janë shumë me këmbë në tokë. Ama sa të mirë janë, se i shohim në protesta, i shohim që janë mendi hapur, të zëshëm, po edhe të qetë, edhe ashtu i kishte qujtë në studim hibrid, edhe konservator edhe liberal. Po shumë interesant se si i paramendon kur të piqen pak më vonë, kur të rriten si çfarë njerëz,
Sepse do na udhëheqin ne i bie. Ajo është pyetje shumë e madhe në fakt, sepse mendoj që këtu ekziston një bllokim ose një fushë ku duhet të punohet me Gen Z-in, në aspektin që, për shembull e përmende protesta, nuk gëzohem shumë që ka dalë një rezultati i studimit, sepse thoshim që se 40% për shembull e Gen Z që janë përgjigjur në pyetësor, kanë thënë që metoda që ata do kundërviheshin kundër një regjimi që për shembull u ashkel të drejta, do ishte me protestë. Edhe shohim në Shqipëri, këtu, në Serbi që Gen Z-ja proteston, sepse ishte edhe kjo idea që nuk aktivizohen, nuk dojnë të marrin pjesë në politikë, në aspektin politik. Edhe me të vërtet ata kanë një mungesë të interesit në politikë si politikë, sepse besoj deri diku edhe shohin politikën si parti politike dhe janë lodhur me partitë politike që ekzistojnë, mendoj gjithë jemi lodhur. Por është e rëndësishme që të angazhohen prapë, sidomos politikisht. Unë gati ku shkoj ju them Gen Z kandidoni për deputet, kandidoni për parti politike, kemi nevojë për zëra të ri, sepse të thuash që u lodha me fytyrat e vjetra, ati nuk hyn për çm fytyra e re, atëherë ato fytyrat e vjetra do i kemi gjithmonë. Sigurisht. Kështu që është një aspekt ku duhet më shumë angazhim, po ashtu është ky aspekti për shembull mua më pëlqen shumë që hyn në protesta Gen Z, sepse në protesta mëson një veprim kolektiv. Mësohesh për t'i vënë. Që ata nuk janë edhe shumë kolektiv. Edhe i tregon për shembull e di që nuk e ke këtë problem vetëm ti, po e kam plot veta, edhe mëson narrativën kolektive, domethënë që gjithë kemi nevojë për një jetë më të dinjitetshme, jo unë kam nevojë për një jetë të dinjitetshme, që ndonjëherë për të pasur gjithë jetë të dinjitetshme, bën disa sakrifica për të pasur një solidaritet, një bashk kujdes, një bashk veprim, edhe mendoj që protestat ta mësojnë këtë, edhe prandaj gëzohem shumë që Gen Z-ja po angazhohet, sepse fatkeqësisht neve ku tjetër ta mësojnë. Nuk e di nëse sistemi ynë shkollor e mëson këtë si veprim, bile sistemet shkollore në përgjithësi në shtetet tona kanë që bindje, që ti të bindesh. Bindja nuk është gjithmonë gjë e mirë, po. Sidomos kur nuk e inspiron këtë mendimin kritik. Kështu që gëzohem shumë me protesta, shpresoj që do munden që të jenë aktiv në këtë mënyrë edhe për çështje tjera, sepse po ashtu një gjë që më mërzit pak, është që nëse i shohim arsyet për protesta, e shef që jemi duke u rretulluar në një rreth. Për shembull këtu, fakti që akoma kemi protesta për të drejtën e gjuhës, është gjë që mua më mërzit, sepse është tragjike. Tash më mërzit pastaj qesha, se nuk di si të shpreh për çaj qesh. Po tani kjo punë sikur mbaroi para 20 viteve. Edhe për shembull unë e pash që kisha shkruar një artikull për këtë temë para 10 viteve, edhe deri në shkronjën e fundit ishte akoma relevant. Edhe ajo tregon një mungesë të progresit në shoqëri. Kështu që më vjen keq që duhet të ballafaqohen me tema të vjetra. Do doja shumë më shumë që ata të mund të ballafaqoheshin me tema që ata i prek më shumë. Për shembull tema si do t'ia ndronte jetën inteligjenca artificiale. Gjëra më aktuale, po, kurse neve edhe kjo ndoshta për mua është ajo aspekti edhe të studimi pak i trisht, është aspekti që në fakt Gen Z-ja gjëra që i do nuk janë gjëra strabriljante, janë gjëra shumë bazike, si një sistemi mirë arsimor, një sistemi mirë shëndetësor, një rrogë e dinjitetshme, një punë meritokratike. Këto nuk janë gjëra, domethënë, nuk kërkojnë diçka jashtëtoksore. Janë gjëra shumë të prekshme, edhe fakti që një gjenerat e re po i kërkon akoma, domethënë që sistemet tona kanë dështuar në një mënyrë shumë serioze. Edhe këtu liderët politik duhet t'ja vendojnë pak gishtin mendjes, sepse tregon me të vërtet një mungesë progresi që është shqetësuese për ditën e sodit. E të kesh një rini kaq të dëshpëruar dhe kaq modeste, vërtet, ke të drejtë. Këtë që nuk janë të interesuar në politik, është gjithashtu të studimit që nuk janë të interesuar në politik të deputetët e qeveria,
por i ndiqnin kryetarët e komunave, sepse ata i tangojnë. Smart. Qa ka mund të ndjekë shumë deputetin, kryeministrin e këto, le të bëjnë tash ata politikën e vetë se është boring ose se na ka lodh. Unë kam të bëj me lokalen, Shumë mirë, do më thonë ata e din kush janë liderët, ata e din kush udhëheq, din si është puna, edhe merren vetëm me punët që ju intereson për vete. Pëlqen. Një marrje pak më praktike e politikës, po kjo ishte se neve i pyetëm pak për social media, donim të shifnim a do ishte diçka e mirë nëse politikanët do angazhoheshin pak më shumë në mediat sociale, edhe këtu doli që në fakt ata i ndjekin më shumë kryetarët e komunave, po ashtu kishte edhe angazhim më të madh në nivelin lokal. Disa kishin kandiduar për shembull për pozitën e këshilltarit në nivel komunal ose bashkiak. Kështu që kishte një angazhim pak më të madh, prandaj njëra nga rekomendimet në raport është edhe ta zbresin pak politikën në nivelin lokal. Për shembull, nëse e shohim ndonjëherë se si partitë politike i zgjedhin kandidatët lokal, është për të trishtuar në aspektin që nuk e mendojnë këtë aspekt sa duhet, në aspektin e bile për mua shumë e çuditshme kur partitë shqiptare sidomos nuk e potencojnë, sepse njëra nga principet për shembull të marrëveshjes së Ohrit është edhe decentralizimi. Edhe arsyeja pse decentralizimi është shumë e rëndësishme për qytetarin është se zbret qeverisjen në nivelin ku është më afër teje. Prandaj për shembull aspekti i gjuhës, aspekti i kulturës, arsimit në decentralizim janë shumë të rëndësishme. Edhe fakti që neve kemi humbur këtë lidhje me decentralizimin si mënyra për të ngritur qytetarin, edhe për të mundësuar një angazhim të qytetarit në nivelin më afër atij ose asaj, është si missed opportunity, një mundësi e munguar që do doja që partitë politike ta konsideronin më shumë. Ta kthejnë. Si e sheh tani perspektivën për karrierë ose për të ardhmen e Gen Z-s? Neve kemi pyetur ata këtë pyetje. Ata ishin mjaft optimist, që po ashtu nuk e prita. Këtu mendoj që është edhe hapja e sektorit privat deri diku, sidomos në disa shtete si për shembull në Kosovë, ku ke edhe outsourcing companies edhe gjitha këto gjëra. Kështu që ata ishin mjaft optimist për të ardhmen e tyre në aspektin edhe të mundësive, edhe të përgatitjes të tyre. Por këtu do më thënë neve kemi bërë studimin verës, ndryshimet për shembull në inteligjencën artificiale mes verës të kaluar edhe kësaj vere veç më janë drastike. Kështu që mund të imagjinojmë se si do jetë deri verën e ardhshme, ose në fakt s'mund ta imagjinoj. Mund të imagjinoj se po e imagjinoj. Kështu që mendoj që ka shqetësime reale. Unë kam shqetësime reale nëse e shoh kështu si nga aspekti më observues edhe më analitik, mendoj që deri diku shumë kompani do e testojnë inteligjencën artificiale pak më shumë. Gen Z është mjaft entuziaste për rolin e AI ose inteligjencës artificiale. Në studimi kemi pyetur, ata e shohin si diçka e mirë, edhe si zhvillime pozitive, po për shembull e shohin tash në Amerikë, në këto si janë këto fjalime që i bëjnë në fund të vitit kur diplomohen studentët, ka pasur shumë folës për shembull nga fusha të ndryshme, edhe momentin që kanë përmendur folësit AI ose inteligjencën artificiale, kanë marrë për shembull buzë nga studentët, sepse shumë studentë më nuk mund të hyjnë në punë për shkak se ato punë fillestare i bën AI. Plus edhe janë këto, mendoj që mbasi ekzistojnë edhe këto paragjykimet, po në gjykime ndonjëherë edhe të për Gen Z se si punon, do më thënë nuk duan të punojnë për rrok të ullët, nuk duan të punojnë për rrok të ullët, se realisht nuk mund të mbjetosh me rrok të ullët. Kështu që nuk është fare kjo kritika, më shumë është kjo kritika nuk duan të punojnë për rrok të ullët, ose për orar në fund të orarit ikin nga puna. Po që të bojnë, të rinat. Edhe neve duhet të ikin, po ja budalejt nuk ikin. Pyet një apën të ikin. Po, do më thënë, për shkak të kësaj, shumë kompani edhe jo vetëm kompani të mëdha, janë edhe organizata që i shohun edhe në Ballkan, që thonë, unë shumë më lehtë kam, ta mësoj ChatGPT ose Claude ose ndonjë kështu format tjetër, se si ti dërgoj emaillat, se si kam qef të shkruan dokumentet, të draftohen dokumentet, edhe pse unë të punësoj dikë tjetër. Edhe më lehtë më lirë. Po, u sa mirë, edhe është kjo idea, edhe ka humbur kjo idea që në fund të ditës neve
japim punë për një arsye, sepse njeriu për atë ka nevojë. Neve në studim kemi pyetur po ashtu për shembull për Universal Basic Income, ose që i bie secili ideja që çdo qytetar në një shtet do duhet ta mirë të një rrogë nga shteti, pa marrë parasysh a punon ajo. Gen Z-a e mbështet këtë ide, edhe unë mendoj që po ashtu është diçka që qeverit duhet ta mendojnë, sidomos nëse revolucioni i AI rritet më shumë se sa tani, edhe neve kemi shtete që akoma janë shumë të ngadalshme në rregullimin e këtyre çështjeve. Kështu që unë kam me vërtet shqetësime të mëdha se si do afektohet shoqëria, sidomos këto punët që janë entry level jobs, ose që janë punët fillestare që i bëjmë, që ka shumë njerëz në këtë lloj punash, që duhet të fillojnë një punë. Edhe tani imagjinoje nëse nuk kanë të ardhura as pak. Edhe neve që kemi qeveri që mërziten për rinin që ikën, rinia jonë sipas studimit dëshiron që të rrinë. Të qëndroj. Edhe pse në Maqedoni dhe në Bosnjë numrat janë më të ulët, po askund nuk janë më të ulët se 50%, po ata duan të qëndrojnë, për arsye pse nuk qëndrojnë është më shumë nga zori. Është për shkak se besojnë që nuk mund të kenë jetë të dinjitetshme këtu. Kështu që nuk është puna që të rit duan të ikin, të rit ju bëhet e pamundur ndoshta në një mënyrë që të rrinë, sepse ose nuk mund të gjejnë punë, ose ajo puna që e gjejnë nuk mund t'ja lehtësojnë një jetë, ose t'ja mundsojnë një jetë, për shembull, të jetojnë vetë të pavarur, ose me familje të pavarur, të krijojnë familje, edhe po ashtu neve kemi qeveri që shqetësohen shumë që bëjnë më pak bebe njerëzit, po prap, për të bërë fëmijë ke nevojë për para. Neve në Strug, ose se di neve në Maqedoni përgjithsisht që themi këtë thanjen pa pare nuk hyp hoxha në minar. Sa e mirë që kam dëgjuar. Kur nuk ka qenë hoxha po. Nuk ka qenë më e vërtet, sepse me vërtet kur e shef krizën e cost of living ose kostos të jetesës, shpenzimeve të jetesës, nuk mundemi më të mendojmë që është e lehtë ose është disi mund t'ja bëjmë disi, si ja kemi bërë deri tani, sepse është bërë shumë e vështirë për çdo njërin për të mund të pasur një jetë më të dinjitetshme. Edhe kjo është esenca e asaj që një qeveri e vërtet ose një qeveri që neve gjithë e votojmë do duhet ta bënte, të na siguronte një jetë të dinjitetshme. Me këtë do të përfundojmë Lura se me të vërtetë ishte kështu një ligjëratë. Kush e mori vesh. Faleminderit shumë. Që ndave kohë dhe sukses gjithë të mirat për që të uroj. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Lura Pollozhadhi në Troç i tham fjalët ashtu siç janë.